Krim tronditës në Dukaqin, babë bire ekzekutohen marrën zjarri, ndërsa një tjetër person plagoset rënd dhe nuk dihen rrethanat e ngjarjes së rënd. 2 persona arrestohen nga agentët e antidrogës në Tiranë, sekuestrohen 5.2 kg kokainë dhe heroinë që po trafikohej me automjet drejt Durrësit. Kryeministri Rama mblodhi sot në Pogradec 12 drejtuesit politik të qarqeve, diskutohet silla administratës publike me qytetarin si dhe për dokumentin Besa. Drejt përmirësimit situatës zjarreve në vend, megjithatë 7 vatra vijojnë të jenë aktive në zonat e thella malore, ndërhyrjet vetëm nga ajri me avion. Europa është në alarm nga nxehtësi ekstrem, situata më kritike konsiderohet në disa rajone të Greqisë, ku temperaturat pritet të kalojnë mbi 40 gradë. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet qendrore këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Shohim tani zhvillimet kryesore të ditës së sotme, duke nisur nga një ngjarje pak minutave më parë. Është një ngjarje tragjike e cila është regjistruar sot në fshatin Mgull të Dukaqinit, ku babë e birë janë vrarë me armë zjarri. Viktimat janë sipas policisë 48 vjeçari Lek Gjoni, ky që po shikoni në foto, dhe i biri i tij vetëm 21 vjeç Prel Gjoni, ndërkohë që është plagosur një tjetër person në gjendje të rëndë dhe ka mbetur i plagosur pra me armë zjarri dhe është dërguar me urgjencë në spitalin rajonal të Shkodrës, njofton policia. Sipas informacioneve të para, vetë policia është njoftuar për ngjarjen tronditëse përmes një telefonate, pasi zona ku ka ndodhur ky krim është shumë e thellë. Nuk dihen ende rrethanat dhe motivi i vrasjes, ndërkohë që uniformat blu të Shkodrës janë nisur drejt vendit të ngjarjes që ndodhet rreth 4 orë larg qytetit të Shkodrës. Një aksion i policisë së Tiranës është finalizuar me sekuestrimin e 5.2 kg kokainë dhe heroinë. Agjentët arrestuan 2 trafikantët që po transportonin lëndë narkotike drejt Durrësit. Mbi 5 kg heroinë dhe kokainë që do të transportoheshin drejt Durrësit janë sekuestruar në Tiranë gjatë një operacioni antidrog. U parandaluan dhe u godit një rast i tentativës për trafikim të drogave të forta në sasi të konsiderueshme. Në kuadër të operacionit u bë i mundur kapja dhe arrestimi në flagrant i shtetasëve Mirland Herri, 51 vjeç banues të Maminës Durrës, Luthim Hoxha, 41 vjeç lindur në Dipër dhe banues të Maminës Durrës. Gjatë kontrollit, agjentët zbuluan një çantë në brendësi të së cilës kishte 7 pako me lëndë narkotike. 4 pako lëndë narkotike heroin me peshë 2 kg 123 gram, si dhe 3 pako me lëndë narkotike të dyshuar kokainë me peshë 3 kg dhe 120 gram, gjithsej 5 kg me 224 gram heroin dhe kokainë. Gjatë konferencës, drejtori i policisë së Tiranës solli në vëmendje dhe parandalimin e bërë nga policia të një përplasjeje të mundshme mes 28 të miturve të moshave nga 13 deri në 17 vjeç, të cilët po përgatiteshin për një konflikt me armë të ftohta. Drejtori u bëri apel prindërve që të bashkëpunojnë me strukturat policore dhe të sinjalizojnë në kohë çdo sjellje apo rast të dyshimt që lidhet me fëmijët. Kryeministri Edi Rama zhvilloi sot një mbledhje të gjatë në rezidencën qeveritare në Pogradec me drejtuesit politik të qarqeve të Partisë Socialiste. Diskutimet janë fokusuar tek sjellja e administratës publike ndaj qytetarëve, trajtimi i shqetësimeve të njerëzve si dhe tek dokumenti Besa. Drejtues të Partisë Socialiste zhvilluan këtë fundjavë një mbledhje të formës retreat të thirrur nga kryeministri Edi Rama. Në takimin që zgjati më shumë se 7 orë në rezidencën qeveritare në qytetin e Pogradecit, diskutimi u fokusuan në mënyrën e re se si do paraqitet administrata publike tek qytetarët. Në fjalën e tij, kryeministri Rama u fokusua tek sjellja e zyrtarëve dhe qasja arrogante që në jo pak raste shfaqur në administratë. Ne u përpoqëm të mbledhim së bashku reflektimet e një periudhe pushimesh aktive lidhur me sezonin e ri politik. Kemi diskutuar për besën, kemi diskutuar për praninë besnike, kemi diskutuar për ekosistemin e ri të komunikimit të qeverisë, jo në kuptimin thjesht komunikimit publik,
por të komunikimit me qytetarin. Kemi diskutuar edhe për pasqyrën unike, pasqyrë Albania, ku qytetarët do të kenë të pranishëm të gjithë institucionet dhe ku ambicia është që më herë se vonë të arrijmë në pikën që çdo kërkesë, çdo shqetësim, çdo halli i qytetarit drejtuar institucioneve të jetë si një pako postale, statusi i cilës ndiqet në kohë reale nga dërguesi. Pjesë e mbledhjes ishin dhe kryetarët e komisioneve parlamentare, ku këta të fundit kanë marrë porosi për dokumentin Besa, të prezantuar në muajin korrik nga Rama. Takime të kësaj natyre, të cilat konsideroni informale, kryeministri Rama i ka mbajtur në nisje të çdo sezoni të ri pas pushimeve verore. Ndërkohë që të hënën do të mbahet një takim i dytë ku fokusi do të jetë tek diskutimet me ministrat e kabinetit qeveritar, të cilët do të raportojnë për punën e bërë deri më tani. Gjithashtu në takim do të marrin pjesë dhe drejtorët e agjencive të rëndësishme shtetërore si Akshi. Kryeministri Rama pritet të mbledhë në ditët e para të shtatorit edhe Asamblenë e Partisë Socialiste, një forum në të cilin e të kaluarën janë njoftuar edhe lëvizje të mundshme në kabinet. Elvis Kosova është arrestuar sot gjatë një operacioni nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe Reneas në një nga vilat e palasës, pasi dyshohet se ka dhënuar dhe ka nosur bashkëshorten e tij. Arrestimi u bë i mundur pas njoftimit që morën uniforma të blu për një rast të dhune në familje. Gjatë ndërhyrjes në banesë, policia ka gjetur dhe sekuestruar një armë zjarri pistolet, si dhe 2 pako me municion luftarak dhe 2 krehëra me fishek. Kosova është një emër i njohur për policinë pasi ka qenë nën hetim për trafik të automjeteve luksoze. Emri i tij është përmendur më herët në dosje që lidhen me skema mashtrimi me makina të shtrenjta me vlerë qindra mijëra euro. Ndërkohë atij është vendosur edhe një sasi tritoli në garazhin që disponon në Tiranë. Një person 32 vjeç është arrestuar në kryeqytet pasi u kap në flagrancë duke lëvizur i armatosur me pistolet. Operacioni është zhvilluar pas operacioneve të siguruar në rrugë operative. Efektivët lokalizuan dhe ndalojnë një automjet Citroën me të cilin lëvizte 32 vjeçari. Gjatë kontrollit, policia gjeti dhe sekuestroi pistoletën si dhe municionet. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan gjithashtu 15.800 euro, 2 telefona celular si dhe automjeti. Agentët e policisë në Sarandë gjetën thikën që dyshohet se është përdorur në vrasjen e 20 vjeçarit portugez në Ksamil. Kjo është një provë e fortë për prokurorinë, e cila akuzon Sokrat Vatën për krimin e rëndë. 5 ditë pas krimit të rëndë të ndodhur në lokalin Principote në Ksamil, policia e Sarandës ka gjetur thikën me të cilën dyshohet se u vra 20 vjeçari portugez Luis Miguel Varela Mendes. Arma e ftohtë u zbulua e hedhur në disa afera pranë resortit ku ndodhi ngjarja. Ajo do t'i nënshtrohet ekspertizës kriminalistike për të përcaktuar nëse përputhet me plagët e viktimës, si edhe për të identifikuar gjurmë të mundshme biologjike dhe materiale të tjera. Për krimin, gjykata e Sarandës la në burg 29 vjeçarin Sokrat Vata, roje private në lokal, si edhe 2 shtetasit turq, Ezgi Parlak dhe Nuh Mahmutoglu, të akuzuar se e ndihmuan të largohej pas ngjarjes. Ndërkohë, pronari i lokalit, Bekim Bulica dhe punonjësi me shtetësi britanike, David Wertenment, vijojnë të jenë në kërkim. Para hetuesve, Vata ka dhënë versionin e tij të konfliktit. Ai pretendon se përplasja nisi mes turistëve dhe më pas agravoi në dhunë fizike. Sipas tij, portugezi tentoi ta godiste me thik, por ai ja mori armën dhe më pas e vrau. Kamerat e sigurisë nuk e kanë fiksuar momentin e goditjes për shkak të errësirës dhe kaosit të krijuar në lokal, por dëshmitë e shokëve të viktimës i kanë rrëzuar pretendimet e Vatës. Sipas tyre, ai dhunoi dhe më pas goditi me thik të riun. Pas krimit, 29 vjeçari tentoi të largohej drejt Tiranës, i fshehur në bagazhin e një automjeti, por u arrestua nga policia bashkë me 2 turistët turq. Është rënduar bilanci i aksidentit tragjik të datës 19 gusht në Manës të Durrësit, 16 vjeçari Klevis Dervishi, i cili prej disa ditësh ndodhi në gjendje të rëndë shëndetësore, ndoroi jetë mëngjesin e ditës së sotme në Spitalin e Traumës në Tiranë. Aksidenti ndodhi rreth orës 2 pas mesnate, kur disa të rinj po ktheheshin nga festa në një lokal. Si pasojë e aksidentit, humbën jetën në vend drejtuesi i makinës, 25 vjeçari Cleo Vrioni, bashkëshortja e tij italiane 26 vjeçare, si dhe 15 vjeçari Alvi Muhaxhiri.
Çifti ndërkohë ishte martuar në Shqipëri vetëm pak ditë përpara tragjedisë. I vetmi i mbijetuar është 26 vjeçari Rejsi Vrioni. Dy persona emigrantë shqiptare në Greqi, një 45 vjeçare dhe një burr 48 vjeç janë gjetur të pajetë mëngjesin e kësaj të diele në Athinë. Sipas hetimeve të para të policisë, burri kishte pritur gruan jashtë pallatit kur ajo doli nga ndërtesa, ai e qelloi disa herë me armë dhe më pas dyshohet se vrau edhe veten. Gruaja 45 vjeçare u gjet me disa plagë në trup dhe në fytyrë, ndërsa burri kishte vetëm një plagë në kokë, pranë thjesht gjetur dhe arma e krimit. Policia po heton marrëdhënien mes tyre dhe motivin e ngjarjes që besohet të ketë qenë xhelozia. Disa vatra zjarri po vijojnë të mbeten aktive në gjithë vendin. Autoritetet bën të ditur se ato ndodhen kryesisht në zona të thella malore, ndaj dhe ndërhyrja kryesore po bëhet nga ajri me avion. Situata e zjarreve mbetet problematike në disa zona të vendit. 15 vatra janë raportuar gjatë orëve të fundit, 7 prej të cilave vijojnë të jenë aktive, ndërsa 8 të tjera mbahen në monitorim. Në krahas të Krujës, zjarri ndodhet pranë zonave të banuara. Forcat në terren po punojnë për të vënë flakët nën kontroll, ndërsa është ndërhyrë me helikopter, pasi për shkak të terrenit të vështirë, ndërhyrja me mjetet zjarfikëse është e pamundur. Paraprakisht, dyshohet se zjarri mund të jetë i qëllimshëm. E vështirë paraqitet ndërhyrja në malin e Çikës mbi Palas për shkak të terrenit të thepisur. Për shuarjen e flakëve janë angazhuar nga ajri 2 avion Air Tractor. Ndërkohë, në qafën e Helmes në Bulqiz, zjarri është reaktivizuar në 2 vatra dhe zjarfikësit po punojnë për vënien e tyre nën kontroll. Në Prozhem të Pukës, flakët kanë përfshirë sipërfaqe pyjore, edhe këtu nuk raportohen banesa të rrezikuara. Në Shtuvë dhe Shtanten të Mirditës, situata është stabilizuar, ndërsa në Gjegjan, Gojan të vogël dhe Gojan të madh, vatrat janë izoluar dhe po mbahen në monitorim. Në malin e Dajtit, operacioni vijon me angazhimin e 30 efektivëve të forcave të armatosura, por aktualisht nuk ka rrezik për zonat e banuara. Në terren janë angazhuar 213 forca, të mbështetura nga 60 efektiv të forcave të armatosura, mjetet zjarfikëse, helikopter dhe avion Air Tractor. Fermerët në krajinën e Dzibrit në Klos ankohen se tregtarët e shumicës në Tiranë po shkaktojnë humbje duke ofruar çmime shumë të lira për domatet. Prodhimi sipas tyre është i lartë, por shitja në këto nivele nuk mbulon dot as kostot. Në të gjithë fshatrat e njësisë administrative Dzibër, banorët kultivojnë domate me shumicë të cilën e tregtojnë në Tiranë. Por fermerët dhe prodhuesit të domatës shprehen se çmimi i tregut në Tiranë nuk është aty ku duhet, pasi grumbulluesit e mëdhenj kërkojnë që ta marrin në çmim sa më të ulët, i cili prafërsisht sa mbulon kostot e prodhimit. Fermerët shprehen se janë të kënaqur me prodhimin, sidomos të këtij viti pasi kanë në masë. Megjithatë, veç largësisë nga kryeqyteti dhe rrugës së vështirë, fermerët e Dzibrit përballen edhe me çmimin e ulët që e kërkojnë tregtarët e shumicës në Tiranë. Ta qëshin jarë domate këtu në Tiranë është një kosë me maramense. Normali që është një prodhim cilësor, sepse është vetë krahina apo është vetë zona që është e mirë, domethënë për kultivimin e domates, jo tregun aty, te tregu i madh në Tiranë. Edhe atje është lodhet sakrifiko punëtori i fermeri dhe ku shko atje me thamë atë që është, atje ligjin e bëj që ta blet hy. 1400, 1200, 1100, të disë si mas domatos. Ato fitojnë. Po ato fitojnë ma shumë zbët lafa jo. Sa imi të fitojnë në ka shumë shënzim. Ata kërkojnë që shteti të ndërhyjë në mënyrë që edhe ata të kenë mundësi të nxjerrin fitimet e tyre. Shteti nuk ka dhënë dorë, domethënë, që të rregullojë dhe të stabilizojë çështjen e tregut. Çdo vit mijëra ton domate prodhohen në fshatrat e Dzibrit dhe tregtohen në Tiranë, pasi rruga e Arbrit ka shkurtuar ndjeshëm distancën me kryeqytetin. Hedhja e rasatit të Koranit në liçenin e Pogradecit është shoqëruar me festën tradicionale. Kuzhinier të njohur në këtë qytet sollën për banorët dhe turistët disa nga gatimet më të mira të peshkut të rrallë.
Gushti dhe shtatori janë muajt e pasurimit të liçenit me rasatin e Koranit, por edhe periudha ku Pogradeci kushton një festë të veçantë kulinarisë. Kuzhinierët e zonës sollën për vizitorët receta tradicionale dhe gatime të larmishme me Koran, ndër më të kërkuarit nga turistët vendas dhe të huaj. I gatuar është pa diskutim që është zgara apo edhe gatimi në tigan, por ajo që është më rëndësishme dhe e trashëguar ke ne, dhe ajo që unë kam pasion është vetëm tava. Nëse më vjen një porositave, unë them që sot kam bërë një gjë të bukur. Si që e din tërë bota, jo vetëm për adecare, që peshku Korane, peshku mirë. Gastronomia pogradecare solli në këtë fest ndërthurje në recetave tradicionale me element modern, pa humbur shijen karakteristike të Koranit. Këtë vit kishëm edhe risit shumë të reja për sa i përket Koranit, për edhe element të tjerë të cilët ndihmojnë në pjesën gastronomike dhe për turizmin. Jam herët e parë në këtu në Pogradeci për festa e Koranit, kam provuar Korani për herët e parë, edhe është vërtet shumë e mrekullueshme. Ndërkohë, këtë vit në liçen, po hidhen rreth 2 milion peshq të vegjël. Këtë vit do të hedhim 2 milion rasat të Koranit në liçen. Festa i dha një tjetër atmosferë Pogradecit, të mbushur me pushues në gusht, ku shijet tradicionale të Koranit u ndërthurën me muzikën tradicionale. Një tjetër protest është zhvilluar para kryeministrisë në Prishtinë, këtë herë nga përfaqësuesit politik të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ata hodhën në qymyr në hyrje të ndërtesës dhe akuzuan Albin Kurtin për terr energjetik dhe terr politik. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, bashkë me anëtar të tjerë të partisë, kanë hedhur qymyr para salisë së qeverisë në shenjë proteste ndaj situatës energjetike dhe asaj që e cilëson si terr politik në vend. Me Kurtin edhe me vetëvendosin gjatë këtyre 6-7 vjetëve të fundit, Kosova nga një terr energjetik që e kanë marrë, po ka lënë në terr politik. Ajo që e kemi tepër qartë është se mesazhi e simbolika e thëngjillit e qymyrit të Kosovës është se Kosova edhe ma tutje po flen mbi qymyr, po rryma nuk prodhohet këtu. Ndërsa duke folur për humbjet shumë milionëshe dhe sigurinë e punëtorëve në miniera, ai tha: Një prej pikave kryesore të ofertës 6 pikëshe të Aleancës lidhet me termocentralën e ri të Kosovës që duhet bëhet dhe është e qartë që gjatë këtyre vjetëve rreth 1 milion euro janë ble rrymë në Serbi e vendet tjera, e për kësaj ka përfitu askush tjetër përpas mafjas energjetike. Në kohët e fundit, po shohim që punëtorët cilët e humbin jetën bashkë duke nxjerrë këtë çmyr për popullin e Kosovës dhe nuk ka përgjegjësi as politike as menaxheriale. Në hyrje të objektit u vendos edhe një pankart ku shkruaj Kurti dhe lëvizjave të vendosje nga terri energjetik në terrin politik. Aksioni i Aleancës vjen pak ditë pas marrëveshjes së Kosovës për shitjen e qymyrit në Maqedoninë e Veriut, marrëveshje që është kritikuar nga partitë opozitare. Temperaturat e larta do të vjojnë edhe për disa ditë, duke sjellë shqetësim në shumë vendet e Europës Jugore. Situata më e vështirë është në disa zona të Greqisë, ku autoritetet kanë bërë thirrje për më shumë kujdes. Greqia po përballet me temperatura shumë të larta që vijojnë të qëndrojnë mbi normalen. Në ditët në vijim, termometri pritet të arrijë deri në 40 gradë Celsius në disa zona të vendit. Moti i nxehtë, i kombinuar me errat, rrit ndjeshëm mundësinë e përhapjes së shpejtë të zjarreve. Sipas hartës së parashikimit nga zjarri të mbrojtjes civile greke, alarmi përfshin Atikën, Cikladet, ishujt e Egjeut, si dhe zona e Greqisë qendrore dhe Peloponezit. Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes maksimal dhe të shmangin çdo aktivitet që mund të shkaktojë zjarr. Ndërkohë edhe vendet të tjera në Europë po përballen me një situatë të rënduar nga moti ekstrem dhe zjarret. Në Serbi, zjarret vijojnë të jenë aktive dhe Bashkimi Evropian ka dërguar helikopter dhe ekipe zjarrfikse për të ndihmuar në shuarjen e tyre. Ndërsa problemet e ngjashme raportohen dhe në Bosnjë dhe Hercegovinë. Në Spanjë dhe Itali janë shënuar ndërkohë rreshje të dendura dhe përmbytje, ndërsa në Francë zjarret mbeten një nga situatat më serioze të kësaj vere. Sipas të dhënave europiane, deri në tani në Bashkimin Evropian janë ndjekur rreth 619.000 hektar tokë, më shumë se 2 fishi mesatare së viteve të fundit.
Përshkallëzohen tensionet ekonomike mes Shteteve të Bashkuara dhe Kanadas. Të dyja vendet kanë bërë të ditura tarifat ndaj produkteve përkatëse. Sipas ekspertëve, kjo mund të sjellë humbje të mëdha për industrinë prodhuese. Kanadaja do të vendosë tarifa të reja ndaj disa produkteve amerikane në përgjigje të taksës 50% të shpallur nga presidenti Donald Trump ndaj mallrave kanadeze. Masat e reja do të hyjnë në fuqi më 8 shtator. Kryeministri Mark Carney tha se tarifat do të aplikohen ndaj çelikut, elektronikës, pajisjeve shtëpiake, produkteve bujqësore, letrës dhe produkteve të qumshtit. Kanadaja do të barazojë tarifat e reja të Washingtonit dollar për dollar. Ne nuk mund ta pranojmë atë që ata kanë ofruar dhe nuk do t'i japim atë që ata kanë kërkuar. Më herët presidenti Donald Trump reagoi mbi situatën e krijuar mes dy vendeve fqinj. Kanadaja dëshiron përfitimet e të qenurit shtet, pa qenë një i tillë. Ata gjithashtu u kanë ngarkuar fermerëve tanë të shkëlqyer për shumë vite shumë të mëdha tarifash. Mjaft më. Vendimi erdhi pasi bisedimet tregtare mes dy vendeve dështuan pas 3 ditësh negociatash intensive. Sipas Carneyt, kërkesat e fundit të administratës amerikane ishin të padrejta dhe e bën të pamundur arritjen e një marrëveshje. Tarifat amerikane prekin rreth $20 miliard eksporte kanadeze, përfshir verën, mobiljet, çimenton, veshmbathje dhe pajisjet e hokejt. Ekspertët paralajmërojnë se disa industri kanadeze mund të përballen me humbje të vendeve të punës dhe mbyllje biznesesh. Një nga çështjet kryesore të mosmarrveshjes ishte sektori automjeteve. Kanadaja kërkoi që lehtësirat tarifore të përfshinin edhe kamionin e mesëm dhe të rënd të prodhuar në vend, kërkesë që SBA-ja nuk e pranoi. Përplasja e re rrezikon të komplikojë edhe më tej marrëdhëniet tregtare mes dy vendeve dhe të ardhmen e marrëveshjes së tregtisë së lirë SBA Meksik-Kanada. Këtu kemi përfunduar me lajmet tona qendrore. Faleminderit dhe miru takofshim.